E bindur se samiti i ardhshëm i NATO-s do të mbahet në Tiranë, megjithatë qeveria shqiptare nuk i di ende modalitetet që lidhen me datën dhe mënyrën e organizimit të këtij aktiviteti të aleancës. Pikpyetjet e lindura mbi buxhetin e Shqipërisë në fushën e mbrojtjes dhe mungesa e garancive për këtë samit, pavarësisht përpjekjeve të kryeministrit Rama në takimin e Ankaras, nuk e kanë lëkundur besimin e ministrit të mbrojtjes Ermal Nufi se aleanca do të mlidhet vitin e ardhshëm në kryeqytetin shqiptar. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, zoti Mark Rutte, konfirmoi samiti i ardhshëm i aleancës në bëhet pikërisht në Tiranë, dhe kjo është një moment i cili është vërtet me një rëndësi strategjike për vendin tonë, sikurse shpreh qartësi edhe një herë vlerësimin dhe rolin e Shqipërisë si një late e besueshme dhe e përgjegjshme brenda aleancës, si të kontribuese në sigurinë kolektive për atë pozicion që ne kemi për të fituar në hapësirën euroatlantike. Koha dhe datët ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë për eventet për masave të tilla ndërkombëtare, si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajonet dhe më gjerë. Sa i përket projektit për prodhimin e dronëve, për të cilët ministria patitën më herët korrikun si afatin për produktin e parë, duket se ky afat është shtyrë. Jo vetëm prodhimi apo produkti përfundimtar duhet të jetë i licencuar, por edhe ambienti dhe mjedisi ku do të prodhohet ky produkt duhet të jetë i licencuar. Dhe si e tillë, pa dashur ose në këtë funksion është nevojitur një kohë mjaftueshme qoftë për licencimin e ambientit ku do të prodhohet, dhe dua të konfirmoj sepse ambienti ka përfunduar brenda të gjithë standardeve dhe të gjithë projekteve të përgatitur së bashku me partnerin, por besoj që brenda verës ose në fillim të shtatorit ne do të kemi filluar prodhimin në këtë impiant ku do të prodhohen dronët. I pyetur nga MCN për bashkëpunimin me Izraelin në kuadër të shkollës kombëtare të fluturimit, ministri Nufi u shpreh se zgjedhja e partnerit lidhet me përvojën që Izraeli ka në këtë fushë, ndërsa për projektin e shkollës speciale ai tha se procesi ndodhet ende në fazë negociatash. Shkolla e fluturimit është një kontratë e lidhur midis shoqërisë Kajo dhe shoqërisë Elbit. Ajo që është tashmë fakt i padiskutueshëm është eksperjenca që partneri jon ka në fushën e fluturimit. Ne shikojmë konfliktin e fundit në Iran, që dy nga ushtrit më të përgatitura në botë, pra jo amerikanët dhe izraelitë, kanë kryer operacione masive në ajër, pra eksperjenca e tyre është e padiskutueshme. Ajo që ne marrim si eksperiencë first hand, pra me njëherë, është trajnimi i pilotëve në Republikën e Shqipërisë. Sa i përket asaj që quhet ose u tha ditë shkolla speciale, bëhet fjalë për negociata, nuk jam gjendje t'ju jap detaje specifike. Në fund, ministri i mbrojtjes komentoi edhe deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik në Kosovë, duke e cilësuar atë si të papranueshme.